Përshëndetje të gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem ftuar profesor Arben Zenelaj, kirurg vaskular dhe shefi shërbimit të kirurgjisë së këmbës diabetike vaskulare në Spitalin Universitar të Traumës, profesor po ashtu në Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Përshëndetje profesor, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje, kënaqësi për të qenë prezent në një emision do ta quaja tani sepse ju keni krijuar traditën tuaj ku kanë kaluar shumë kolegë të mit edhe me përshtytjet dhe opinionet më të mira. Faleminderit shumë profesor. Unë në fakt në profilin tuaj një profil shumë dinamik, ju keni një gamë të gjerë rastesh, pacientësh, një dinamizëm të tillë që jam i sigurt që do të jetë me shumë interes për gjithë ata që na dëgjojnë dhe mezi pres të dëgjojmë më tepër rreth profesionit tuaj. Unë në fakt së pari do doja t'ju pyesja si ka nisur gjithçka, si keni zgjedhur që të jeni mjek së pari dhe pastaj sigurisht në shërbimin e kirurgjisë vaskulare në specialitetin që keni zgjedhur. Shiko, është pyetja, si më thënë që unë preferoj edhe të jap shpjegime në biseda le të themi të rutinës ose miqësore. Zgjedhja e mjekësisë ka qenë ndërmjet dy profesioneve. Dëshiroja shumë të isha jurist, do të thënë ndiqja fakultetin e drejtësisë në kohën që unë kam mbaruar gjimnazin, e kam mbaruar në vitin 1988, edhe kuptohet që në atë kohë ishte mesatare dhe ishin shumë faktorë tjerë. Pra, luhatesha ndërmjet mjekësisë dhe drejtësisë dhe u përgjodh mjekësia. Pastaj kur u mbyll fakulteti me rezultate të larta, unë filloj punë, sepse në atë kohë ekzistonte, dhe në fakt fatkeqësisht ka ndryshuar, ekzistonte një periudhë që quhej periudhë e stazhit. Domethënë pas mbarimit të fakultetit, ne ishim detyruar që një vit ta bënim stazh. Përfundoi atë periudhën e stazhit dhe marr një emërim, spostohet Qendra Kombëtare e Traumës, vendoset në atë që dikur ka qenë Spitali Ushtarak. Dhe unë filloj punën në kuadrin e Qendrës Kombëtare të Traumës, filloj punën në anestezi reanimacion. Dhe kam punuar për afër një vit e gjysmë si anestezist reanimator. E cila, domethënë periudhë e cila ka qenë një pik fillimi, po dhe një gur themeli në atë çfarë vitet e mëpasme do prodhonin. Mbas kësaj vendoset për herë të parë në Shqipëri specialitetet se deri në atë kohë ishin që ti duhet punoje një vit, 2 vjet, 3 vjet dhe pastaj në varësi të strukturave që rekomandoheshin për specializimet, pra nuk ekzistonte konkursi. U bë për herë të parë dhe unë konkuroj në rang kombëtar dhe për atë që kishte një kontingjent mjekësh ushtria dhe për kontingjentin e ushtrisë. Kualifikohemi pari për kontingjentin e ushtrisë dhe i treti në rang kombëtar. Kisha mundësinë zgjidhja gastrohepatologjinë për nga ana e sistemit civil, ndërkohë që nga spitali i Ushtarak në atë kohë ishte mundur të zgjidhja kirurgjinë. Preferova kirurgjinë, mirë po kisha një lloj rezistence, në fakt sepse ish drejtuesit e kohës na kishin thënë që shikoj, ju do hyni në konkurs, se ishim një grup mjekësh shumë të mirë që të gjithë, të rinj, na thanë që ju do hyni në konkurs. Dhe nëse nuk fitoni, atëherë juve do të ikni nga spitali sepse ne nuk mund t'ju mbajmë. Dhe mbasi unë u shpalla fitues, kriteri në fakt ndërkohë ishte që 3 vendet e para të konkursit kishin të drejtë të përzgjidhnin specialitetin përkatës. Atëherë unë me drejtën time të plot, isha i pari i kualifikuar, andaj dhe i treti në rang kombëtar, i shkoj drejtuesit titullarit e asaj kohë dhe i them, zoti drejtor, unë duke respektuar gjithë rregullat që kishte konkursi dhe kushtet që juve me drejtë na vut, konkurova, dola kështu dhe si mbas kritereve të konkursit, unë do doja kirurgjinë. Pati një reagim, në fakt ishte profesionist shumë i mirë dhe bukur shumë i mirë, por momentin nuk e priste si duket dhe pati një reagim jo të mirë në atë kohë, domethënë e refuzoi këtë gjë dhe unë u detyrova pastaj që të ndiqja linjën zyrtare për ta kërkuar dhe në fakt më dha drejta e kirurgjisë dhe me një, ishte dikush në ministrinë atë kohë që unë e kontaktova
Dhe ai me shumë drejt ju kërkoi, si më thon, i bëri një lloj kërkoi llogari. Kërkoi llogari ose më saktë ju bëri një sugjerim po me tonë të ashpra. Edhe ju tha që shiko, pse doni ta digjni një person i cili ka pasion këtë lloj specialiteti, ju doni ta çoni atje ku ai nuk ka. Do të nuk e do. Kriteret i plotëson dhe kështu u realizua domethënë vajtja në kirurgji. Ka qenë dëshira sepse kirurgjia ndoshta edhe gabim, por sot nuk e gjykoj gabim, sepse kirurgjia sigurisht të dhuron kënaqësi pafund, sikurse ka edhe sakrifica pafund. Jo se anestezi reanimacioni nuk i ka, domethënë i ka kulmore, i ka ndoshta më pak të dukshme në publik, por mbetet maja e piramidës së mjekësisë për mua anestezi reanimacioni. Kështu kjo, kurse kirurgjia vaskulare, për hir të vërtetës, ka patur dhe burra të mençur edhe që mendonin për të ardhmen e institucioneve. Në atë kohë që unë do mbarova 4 vjet kirurgjinë e përgjithshme, shkëlqyshëm, atëherë në spital unë kisha shef shërbimi në spitalin e traumës, ka qenë doktor Muzafer Bradi. Ka qenë ideja e tij, jo vetëm që unë të merra kirurgjinë vaskulare, por i parashtroi drejtuesve të shërbimit, domethënë shefit të shërbimit që ishte në atë kohë ishte profesor Spiro Dede dhe drejtorit të spitalit që ishte profesor Angel Mastori, të gjitha figurat të nderuara të mjekësisë dhe të shoqërisë, i parashtroi një kërkesë duke i thënë që shiko, standardi i mjekësisë dhe i spitalit ka arritur që ne nuk duhet bëjmë më gjëra thjesht përgjithshme. Duhet të kualifikojmë njerëzit në specialitete. Dhe për mua u mendua kirurgjia vaskulare, pak e njohur. Edhe sot është pak e njohur edhe në qarqet mjekësore, domethënë nuk është se kanë shumë idera që çfarë ndodh. Dhe për mua nuk është se ofronte ndonjë çudi, por duke menduar që shiko, kirurgjia është gjaku, është për sa kohë shefat e mi po e mendojnë që duhet bërë dhe këtë gjë mund ta bëj unë, është besim që unë duhet ta kthej në jetë. Kështu ka filluar kjo histori. Dhe si ka vijuar karriera juaj nga ai moment? Pra, ju keni pasur pozicione drejtuese, sot jeni drejtues si një shërbimi të rëndësishëm. Është një punë sa vjeçare, doktor? Është që në vitin 94 praktikisht, kështu që bie gati 26 vjet, 25 vjet. Dhe në këtë rrugtim tuaj, nëse do i ktheheshit pas, do bëni ndryshime në karrierën tuaj në degën që keni zgjedhur, apo mendoni që sot është vërtet një nga specialitetet më të mira dhe që e gjeni vetëm pa diskutim, por është ajo e duhura që duhet bëni të jetë? Jo, shiko, unë kam patur, domethënë, dëshira ime që në mjek, që kur isha në fakultet, që kur fillova fakultetin, ishte një dëshirë idealiste praktikisht, sepse ju futa një degë, e cila është shumë e rëndësishme për jetën e njerëzve. Kështu që detyrimisht duhet dilja mirë me shkollën dhe të bëhesha mjek i mirë. Nga ana tjetër influencon shumë edhe media, që është e padiskutueshme, ndjekja e filmave, dhe ti shikon emocione pafund, të cilat në realitet ndodhin. Sidomos në sallë, dhe në sallë dhe kirurgjia vaskulare t'i dhuron këto emocionet si pozitivet si negativet në mënyrë të rrufeshme, të menjëhershme dhe. Kështu që unë nuk mendoj se do bëja ndonjë gjë më mirë nëse do kthehesha mbrapa. Ndoshta mund kisha shpëtuar më shumë jetë, mundet, por vitet e eksperienca sigurisht që bëjnë të tyre. Doktor, cili është ai rast që ju mbani mend që absolutisht ka qenë shumë i rëndësishëm karrierën tuaj dhe sa herë që i ktheheni pas gjithmonë do ta kujtoni? Shiko, të flasësh, domethënë jo vetëm për mua, po të flasësh me një kirurg, me një reanimator, me një kardiolog, mbas kaq viteve eksperiencë, domethënë është një pyetje që bën të mendoj shumë, mund të ofroj shumë raste dhe ndërkohë të lër shumë tjera, sepse është ngarkuar përditshmëria jonë me tilla gjëra. Po, le të themi vitet e fundit ka qenë një rast një djalë adoleshent. Në fakt unë kisha atë ditë kishte qenë shumë intensive. Domethënë, si më thon më ishte thar gryka për një pikë ujë. Domethënë nuk isha kohë për të ngrënë jonjë, nuk diskutoj, por isha deri në darkë vonë në punë dhe nuk isha pas, intensiteti ishte i tillë që s'kisha mundësi për televizor. Dhe në darkë me disa miq, siç ndodh, domethënë sidomos kur je i lodhur, kishim lënë që do ulemi hajde, ham diçka, pim një gotë verë. Në fakt mbrim para, domethënë
unë me bashkëshortë mbrim para atyre miqve në tavolinë dhe ndërkohë bie telefoni nga spitali, merr mjeku primar që ishte Roja, doktor Afroni në atë kohë, edhe më thotë nga Elbasani kanë sjellur një fëmijë me një dëmtim në qafë, kështu që duhet vish. Okej, mbyll telefonin, punë minuti, mbritën dhe miqtë tanë, me sa duket e kuptuan, se edhe profesioni i tyre është që merren me publikun, do të kuptuan që s'isha rehat, s'isha komod. Edhe më pyetën direkt, pa ulur fare, çfarë ke? I thash me thënë drejtën, mos na thuaj që do ikësh. Me thënë drejtën thash do ikë. Do ikë thash sepse kështu është situata. Po mirë, në fut diçka në gojë dhe pastaj ik, nuk kam kohë, thash sepse nuk e lë dot. Domethënë po të kem diçka në spital nuk mund të rri dot rehat. Kështu që ju vazhdoni, unë po ikë thash. Makinën drejt në spital, kur shkoj në spital, shoh smurin, ishte intubuar praktikisht me një plagë të qepur në zonën e qafës, anën e majt. Shoh skanerin na sugjeronte që mund të ishte një dëmtim i arterës vertebrale. Por në momentin që ishte bërë ekzaminimi për shkak të një problemi teknik nuk duke shumë qartë. Pra ishte e dyshim. Arteria vertebrale është arteria që furnizon trurin e vogël dhe që kalon mes vertebrave të qafës. Shumë e vështirë për t'u dëmtuar, por shumë e vështirë për t'u riparuar. Ai kishte humbur gjak, ndërkohë sa kishte shkuar në spitalin Elbasan, pastaj për shkak se ishte qepur plaga, kishin arritur ta qepnin, por gjak në brendësi kishte arritur të spostonte edhe strukturat që quhen traken. Pra, do fati i madh që arritën anestezistët ta intubonin sepse nga spostimi bëhet shumë e vështirë dhe për ta intubuar dhe mund ta humbasësh smurin edhe nga këto vështirësitë teknike. Fillojmë operacionin edhe buronte gjaku, sigurisht ajo është një arterie që është diku tek 4 mm, por presioni ka shumë të lartë, vështirësia për të parë plaga në qafë, strukturat e qafës janë të vështira për disa arsye, një sepse kalojnë struktura vitale, pra një dëmtim i vogël ti mund të rrezikosh jetën e pacientit, e para, dhe e dyta vështirësi teknike sepse punohet në struktura dhe të thella, por edhe që janë me kocka gjithandej, pra ke pak mundësi për të manovruar, për të hapur fushë dhe për të parë mirë. Kështu që me shumë sakrifica, do më pati disa herë ulje ngritje tensioni, por me sakrifica dhe me qetësi arrita ta zbuloja të cungun. Pra, arteria ishte ndarë në dy copa, arrita të zbuloja atë që ne i quajmë cungun proksimal, pra kryesorin, burimin kryesor të hemorragjisë. Sa e pash e kapa dhe nuk e lëshova, me thënë drejtën, edhe arritëm ta lidhim dhe pjesën tjetër, por sidoqoftë nga indet, muskujt e prerë nga dëmtimi që kishte patur me dëmtim e thik ishte, ne i quajmë qanë, pra gjakoste jo në sasi të mëdha, por gjakoste një lloj mënyre plaga, kështu që e mbyllim e lëm ashtu dhe për ta rihapur pas 48 orëve. Janë procedura që njihen tek ne. Dhe kështu bëm, nga entja që qelloi këtë ditë të shtunën organizuam ekipin, një ekip i shkëlqyer, domethënë të mbledhur që të gjithë në spital. Mjafton që ju tham që shiko, ditën e shtunë kemi një rast, është një fëmijë 16 vjeç, praktikisht me këtë dëmtim, u mblodhen që gjithë, zbuluan plagën, pa pikë hemorragjie, dhe djali jeton për bukuri, domethënë është një nga rastet sepse janë shumë dhe ndoshta unë do përmend edhe ndonjë tjetër në vijim, por nëse kemi diçka tjetër që ju mund të kujtoni ndërkohë pa diskutim, mund ndaj referoni, sepse rastet tuaja janë të padiskutuara sigurisht, punë ku hyn ekipe të gjitha përbashkëta që ndërhyn në operacione në orë të tëra, kështu që më referoni në një rast tjetër, diçka tjetër që ju kujtoni nga karriera juaj shumë e rëndësishme. Po, një rast tjetër mund të ishte, po e them nga fillimi i karrierës, unë sa kisha filluar specializimin e kirurgjisë përgjithshme. Ju thashë, fillimisht kisha bërë një vit e gjysmë anestezi reanimacion, isha i përgatitur në kuptimin e të disa procedurave në anestezi në reanimacion, dhe kisha filluar kirurgjinë e përgjithshme, 3-4 muaj kisha kaq dhe qenë stazhier zakonisht specializantët e mjekësisë. Edhe më qellon dëzhurni. Ditën e dëzhurnit, pra ekipi i mjekëve i atij shërbimi nuk ka ekip roje, ka vetëm një mjek që është specializant i cili bën dëzhurnin.
Dhe qëllon ora diku ke 4 e ca që praktikisht kishin hikur pjesa tjetër e stafit, kishin ngelur vetëm disa që ishin në sallë për shkak se po ju zgjaste operacioni. Në pavion ishte operuar para 24 orëve, ishte operuar një grua, 60 vjeç. Edhe dëgjoj të thërritur në pavion, dal me njëherë nga dhoma, kishim një dhomë, më thënë stazherëve që quhej, dal me vrap, brenda pak sekonda, si më thënë, u gjenda tek dhoma 9. Ka qenë tek klinikë e parë. Edhe i gjej pacientin që ishte operuar për apendicit 24 orë përpara, e gjej në dyshemend, kishte qenë për në tualet. U kuptua që kishte bërë arrest kardiorespirator, sa të shkonim deri tek reanimacioni, filluam masazhin kardiak, frymarrjen gojë që i quajmë neve. Sa e çuam tek reanimacioni, pastaj u bëjnë tubimi dhe goditjet elektrike. Fatkeqësisht nuk e fituam dot. Rasti vështirë edhe sepse mosha ime e re, pa diskutim, ngjarje dramatike me njëhershme, pra familjarët, fëmijët e kishin lënë mirë, domethënë ishte operuar, ishte në gjendje të mirë njëra tjetër dhe pa pritur kur vin në spital ti i thua që ka ndruar jetë. Nga çdo lloj pikpamje e vështirë. Kaloi ajo natë, të nesmen kur u mblodhën gjithë stafi, rutina ka qenë historikisht, mjekët shkojnë, sidomos kirurgët, shkojnë përpara orarit në punë. Edhe uleshim në ato kafet që kishte spitali në atë kohë. Edhe duke ju treguar kolegëve më të rriturve nga mjekët që ishin të klinikës, që punonin aty, që çfarë kishte ndodhur, si kishte ndodhur, edhe na vjen dikush në tavolinë familjar. Edhe më drejtohet mua dhe ndërkohë dhe kolegëve të mi, dhe duke thënë që doktor tha, të falenderoj shumë tha për atë që ke bërë dje, tha. Unë tha kam parë gjithë skenën, sepse ishte skenë që zhvilloi praktikisht në pavion, pra ishte e dukshme. Ajo skenë tha ishte një stres identik si në filma. Se praktikisht shumë ndodhi, domethënë një rrëzim, masazh kardiak me dorë, frymarrje gojë me gojë, reanimacioni, vrap, domethënë të gjithë njerëzit na larg. Kafen tha do ua paguaj unë, tha, por sidoqoftë puna juaj tha mbetet shumë fisnike dhe shumë e vështirë. Një mesazh që, si më thënë, e mora me vete që shiko, njerëzit edhe kur shohin që nuk ja del, sepse u mor vesh aty që nuk ja dalëm dot, kur shohin që ti përpiqesh bën maksimumin tënd për jetën e tjetrit, gjithsesi janë mirënjohës. Doktor, në karrierën tuaj keni patur sigurisht shumë raste të atyre që quajmë 24 orësh ose roje në spital. Nëse mund të evidentoni cila ka qenë roja më e vështirë dhe cili është ai rast më i vështirë që kujtoni nga eksperienca juaj gjatë shërbimit roje? Shiko, spitali i traumës edhe për vetë emrin që kuptohet, por është një spital kirurgjikal kryesisht. Edhe aktualisht prej kaq vite, që në vitin 1994 praktikisht për gjithë traumat e Shqipërisë. Do të thonë, kur flas gjithë traumat të vështirat po, por dhe një pjesë e madhe atyre që nuk janë të vështira, do të thonë janë atje. Edhe rojet, ç'të të them për rojet? Rojet, domethënë që kur isha specializant, domethënë arrinin 15-16 roje në muaj. Ndërkohë që nesër apo prapë ishte intensive. Gjithë muaj në spital. Po, dhe praktikisht ka patur raste që ka ndodhur për shembull, domethënë që si më thënë, mbarova rojen edhe të nesmen shefi rojes dhe shefi shërbimit, doktor Muzaferin atë më thoshte, shiko, kishte ndodhur njëri kolegu që duhet vinte kishte patur një problem, nuk vinte dot. A mund të qëndrosh që ta ashtu nuk diskutoj, patjetër, do rri dhe në 48 orë të tëra në spital dhe se qëllonte shtunë e diel e hëna po prapë në punë. Pra, të tilla kanë qenë ngarkesat e punës. Po të flas për raste dhe rastet janë të shumta. Por nëse do veçoja një, le të themi se vështirësi ka dhe sot. Sidomos trauma ka vështirësi sepse traumat nuk ndjekin kritere. Do të thonë, nuk ka protokoll që një predh hyn këtu dhe del atje, apo një aksident thyve këtë gjën dhe nuk dëmtoi gjërat e tjera. Por në ato fillime, unë kam mbaruar kirurgjinë vaskulare në vitin 2002
duke përfshirë dhe specializimi jashtë vendit. Domethënë, dhe sa po isha kthyer, na vjen ishte orar mbas dite, domethënë na vjen në urgjencë një djalë i ri fare, domethënë me dëmtim në regionin inguinal, domethënë rreza e kofshës praktikisht. Me hemorragji të madhe, këtej nga zona e fushkryes ishte, fatmirësisht ata që kanë qelluar në vendngjarje domethënë ishin treguar praktik. E kishin tamponuar plagën. Dhe djali në fakt vjen në gjendje të mirë shëndetësore, me pulс, me tension mirë i mbajtur. Alarmi i madh, unë në siklet isha kirurg, domethënë ishte operacioni i parë që unë bëja si primar. Dhe e kuptoni, domethënë një djalë i ri me hemorragji masive, urgjencë e madhe. Hym në operacion, ndërkohë primar roje kisha një nga mjekët më të mirë që ka padur spitali i traumas, domethënë profesionist i mirë, burr i mirë, që dhuronte mirësi kudo, ndihmonte këdo, doktora Lilila. Që me sa duket e kapi edhe atë stresin tim, unë isha i ri për vete. Edhe më thot, pa problem, thot, jemi bashkë, dhe hym në operacion. Hym në operacion, e zbulova arterien, e dëmtuar arteria femorale, edhe duke u bërë gati për të riparuar, na ikin dritat. Na ikin dritat, dhe për 45 minuta kemi operuar. Ne e quajmë pupilator, por imagjinoni në atë kohë përdonim për të parë stilolapsin, me dritë në mbajtë stilolapsit, shikonin pupilat për të parë reagimin e bebeve të syrit, si me thënë, për të klasionë, anestezisti, doktor Apostoli, 45 minuta ka mbajtur atë ndriçuesin, le ta themi, ashtu derisa ne kemi kryer operacionin dhe vajti me sukses për fat mirë. Kështu që sfidë nga më të ndryshme. Nuk ishte si rast më i vështirë në kuptimin e asaj që kishte ndodhur, por duke llogaritur moshën time 3, eksperiencë e parë, urgjencë e madhe, tikin dritat, problem. Doktor, në spitalin e traumës, nga vetë emri, ka pas situata gjithmonë madhore me politrauma, ku edhe numri i pacientëve mund të ketë qenë i madh për njësinë e kohës, po themi. Për shembull, kanë qenë tragjedi të ndryshme që janë përplasur të gjitha aty, që nga Tërmeti apo Gërdeci ka qenë një rast tjetër, ku pa diskutim që gjithë ekipet mjekësore aty ka qenë gatishmëri të plotë për të shërbyer. Unë do doja të sillni në mendje ndonjë rast që i përket periudhave të tilla me politrauma të individëve të paraqitur në spital, ku ju është dashur që të ndërhyjni dhe të jepi kontributin tuaj. Të tre këto ngjarje që i përmendë unë i kam përjetuar në pozicione të ndryshme në spital. Ngjarjen e Gërdecit si mjek i thjesht, Tërmetin dhe pandemin si titullar, si drejtori i spitalit. Gërdeci më ka kapur ka qenë ditë e shtunë, dita që ka ndodhur ngjarja e Gërdecit, edhe nuk mora vesh sepse isha në rrugë në makinë dhe nuk mora vesh se ajo kishte qenë një shpërthim i fuqishëm që ishte ndjerë deri në Tiranë. Televizor nuk isha përpara dhe sa shkoj në shtëpi, në makinë shkoj në shtëpi, shoh televizorin përpara, jo një shpërthim i madh. Kam zbritur poshtë, marr makinën dhe drejtë për në spital pas një njoftim. Si unë kanë bërë të gjithë mjekët e spitalit. Pa pritur njoftim që shiko se ka një ngjarje, duhet të vish njërin tjetrën. Ishte, si më thënë, një thirrje që ne dim, domethënë për sa kohë ka ndodhur një ngjarje, atëherë kolegëve tanë që janë në spital ju duhet ndihmë dhe ne duhet jemi atje. Kështu funksionon, ka funksionuar gjithmonë spitali i traumës dhe nuk them sepse ne ballafaqohemi më shumë me ngjarje traumatike masive njërin tjetrën, por e tillë është morali dhe karakteri i mjekëve kudo. Në Shqipëri pa diskutim. Ngjarja e Gërdecit, me thënë të drejtën, më ka lënë një shije të hidhur sepse shikoje njerëz. E pare që ishte një shpërthim dhe kuptohet që një aksident nga pakujdesia krijon një përshtypje jo të mirë. E dyta, shumë traumatizuar, gjak, njerëz shtrirë koridoreve të urgjencës, domethënë traumë. Realisht kam përjetuar dhe unë një lloj traume psikologjike në ditët në vijim. Kurse Tërmeti dhe pandemin
ju thash, unë nuk isha titullari i institucionit, kisha përgjegjësi nga gjitha pikpamjet. Kisha përgjegjësi për organizimin e punës, për materialet, për çdo gjë. Edhe mbahet mend se kanë qenë dy tërmete, ka qenë tërmeti 21 shtatorit dhe tërmeti 26 nëntorit. Me tërmeti 21 shtatorit ka qenë një warming up, që do ta quajmë. Domethënë, erdhën rreth 95 të smur, pa ndonjë dëmtim kush e di se çfarë, u menaxhuan në mënyrë perfekte pas një lloj problemi, pas një lloj gjëje. Kurse 26 nëntori ishte një traumë nga gjitha pikpamjet. Ka qenë ora rreth 4:30 e mëngjesit kur ka rënë goditja e madhe, sepse një orë përpara kishte dhënë ca lëkundi dhe praktikisht unë isha zgjuar. Prita vetëm të ndalonte sepse thash çdo moment do na shëmbej pallati për vete. Mbasi ndaloj me gjithë kalamajt, familjen, zbres poshtë në makinë për të nisur drejt spitalit, më vjen njoftimi që ka pallate të rrëzuara. Kjo mjaftonte për të marrë mesazhin që shiko, në ora 4:30 e mëngjesit gjithë njerëzit janë në flengjum praktikisht. Kështu që do kemi të dëmtuar shumë. Nga ana tjetër kisha marrë informacionin sepse detyrimisht u futën në funksion gjithë grupet pavarësisht se minutat e para ishte një problem sepse nuk funksiononin telefonat. Pra nuk komunikoje dot. Por sidoqoftë u rekuperua shpejt edhe më erdhi informacioni që nuk kishim dëmtime në njerëz, në staf, në pacient, në infrastrukturë të spitalit, sepse duhet ishim gati për çdo gjë. Dhe janë drejtuar në spital, sapo mbri aty, mbrim pothuajse gjithë stafi drejtues i spitalit në të njëjtën kohë, bashkë me 2 nëndrejtorët teknik. Shkojmë në urgjencë, dhe si më thënë të 3 mjek, profesor, nuk u kufizuan fare, kemi vesh dorezat dhe filluam sepse ishte faze e parë, smurët e parë kishin filluar të vinin ndërkohë. Dhe ndërkohë që organizonim punën, prisnin pacientët edhe vetë duke seleksionuar ose duke dhënë një ndihmë çfarë mund të duhej. Pastaj organizimi i tërmetit 26 nëntorit pa modesti, sepse ndonjëherë duhet më u tregu të dim pavarësisht se u reflektua edhe në staf, edhe në komunitet, ka qenë ndoshta organizimi më i mirë që ne kemi patur si spital. Kanë ardhur 475 smur brenda pak orëve. Të gjithë traumatizuar, kuptohet që një pjesë rënd, afër 50 të tjerë kishin ndruar jetën, por që duhet menaxhuar situata nga ana mjekësore, duhet menaxhuar situata nga ana psikologjike, duhet menaxhuar situata nga ana organizative. A kujtoni në një rast, profesor, të asaj situate, në një rast pacientën që ju ka ngelur në mendje, në një rast të vështirë apo të traumatizuar që e kujtoni dhe sot? Shiko, në rastet e vështira, praktikisht u futën në reanimacion të gjithë, edhe nuk ishin të vështira nga pikpamja mjekësore, por kur dëgjoje ngjarjen se çfarë kishte ndodhur, domethënë njerëz që kishin humbur familjen praktikisht edhe vinin aty, ishin shumë të traumatizuar dhe edhe kërkonin të dinin për njerëzit e tyre, gjendja, pra nuk ishte specifika. Ne dërguam disa raste në atë kohë edhe në Itali, jo se nuk bëheshin këtu, por domethënë se na u gjend ekipi i emergjencës mjekësore italiane na u gjend dhe kemi punuar me ta me orë të tëra në spital për të koordinuar gjithë lëvizjet e mundshme që do bëheshin për pacientët që do ikin në Itali. Pra ishte një suport shumë i madh. Por nga ana mjekësore ishin raste që mund të zgjidheshin edhe tek neve. Por sidoqoftë kishte një problem. Domethënë, këtë doja t'ju thoja që në momentin që unë marr vesh që ka rrezim pallatesh dhe marr informacionin nga spitali, një nga gjërat ishte sa shtretër të lirë kemi dhe sepse duheshit të kishim njerëz mos na binte spitali në kolaps. Dhe mbaj mend që diku rreth orës 8:30 të datës 27 nëntor unë kam dalë në media dhe kam kërkuar sepse po na vinin pacientë që kishte një gërvi, ishte një traumë minimale dhe frika ishte se stafi detyrimisht do i shikonte edhe ata. Pra do linte diçka më të madhe, më të rëndësishme me këtë dhe kam kërkuar ndihmë nga njerëzit, nga media që kush është me një dëmtim të lehtë adresohet poliklinikat e lagjeve sepse ndërkohë ishin hapur dhe funksiononin, pra të mos e mbingarkonin spitalin me gjëra që
nuk ishin të rëndësishme për të Në atë trajtuar. moment. Ishte problemi i madh se ju thash rreth 475 smur brenda një limiti kohe shumë të shkurtër, por mendoni që këta 475 smur kishin nga mbrapa familje, se vinin të shoqëruar. Pa Dhe diskutuar. duhet menaxhuar situata dhe me familjarët, se ne merrnim pacientin, e fusnim brenda struktura e spitalit dhe urgjencës aqesh, domethënë është një çike ngushtë, por sidoqoftë edhe të ishte më e madhe, ishte vështirë për të përballuar. Por duhet menaxhonim edhe familjarët. Dhe bëm një gjë në atë kohë, familjarët e pacientëve që ishin rëndë dhe që ishin në reanimacion i kemi veçuar, i kemi vendosur një ambient krejt veçantë, ndryshe nga të tjerët, me stola, me njërin tjetrin, me informacion që u jepnim vazhdimisht që nga unë edhe deri tek mjekët e reanimacionit në mënyrë që të ulim stresin. Por ndërkohë kishim marrë masat që herët për këtë punë, ishte një nga punët e mira të bëra në atë kohë, që në spitalin e traumës ishte krijuar korridori sanitar. Të gjithë korridoret e spitalit në mënyrë emergjente janë kthyer në pavione. Pra, ne nuk patëm në gjithë këtë numër pacientësh, nuk pati një pacient që të qëndronte në tokë, siç kishte patur në ngjarje më përpara kësaj periudhe. Sot që e kujtoni, është më mirë të jesh drejtues si një njësie të tillë kaq të rëndësishme, apo është më mirë të jesh doktori që bën vetëm detyrën e doktorit, e kirurgut, e profesionistit në një situatë të tillë? Puna e doktorit është e pazëvendësueshme sepse është investim i jetës edhe nuk ka asnjë lloj diskutimi. Në kohën që unë isha drejtor, një pjesë e njerëzve, kolegëve, njëri më thërrisnin doktor dhe ju duke sikur po më thyenin një lloj mënyrë dhe jeni në rregull, kështu që mos e vriznin mendin. Pra, ajo është e pazëvendësueshme, por të qenurit në kryet një dikasteri është tjetër eksperiencë, tjetër gjë. Dhe në opinionin tim, dhe them që nuk jam i gabuar. Jo thjesht për ego, le të themi, se duke qenë mjek, por një institucion shëndetësor më mirë se sa një mjek nuk e drejton njëri tjetrin. Se na flitet menaxher shëndetësor e njërin tjetrën, dakord, mund të ketë, domethënë duhet të ketë jam dakord që mund të jetë një mjek që ka kryer pjesën e menaxhimit, pjesën e menaxhimit e njërin tjetër. Se komunikon dhe mua më ka ndodhur që komunikoja me drejtorin nuk dinte se çfarë zgjidhet më jepte dhe detyrohesha unë merrja shefat e shërbimit me radhë një spitali tjetër. Se njerëzit nuk vinë në spital për të parë, le të themi, se si e ke kryer ti këtë larjen, procedurën apo njërin tjetër. Njerëzit vinë për shërbim shëndetësor. Dhe normalisht një titullar institucioni duhet të jetë i orientuar vetë se çfarë ndodh me prioritetet me njërin me tjetrën. Për mendimin tim duhet të jetë mjek, por nëse do zgjidhja këtë apo atë, sigurisht çështja e doktorit nuk. Dhe fakti është që administrimi ngelet për një periudhë kohe, rëndësi ka që ta kesh mbyllur me sukses. Doktor, le të kalojmë në një sferë tjetër. Çfarë të trishton më shumë në realitetin tonë? Në përgjithësi në raport me shoqërinë, me vlerat njerëzore, çfarë të trishton më shumë? Mosmirënjohja është një gjë që të bën të ndihesh jo mirë, se trishtim nuk është se është, se do të thënë njeriu le të themi një duhet bëj atë çfarë ndjen, si e ndjen, ta bëj ashtu siç duhet, le të themi. Mosmirënjohja e njerëzve është një gjë që unë nuk e ka përdit dot. Në përditshmërinë tuaj si keni raportet me familjarët? Jam i bindur që mesazhe falënderimi keni nga më të shumtat, po a mbani mend një mesazh të bukur, diçka që të ka ngel mendin nga raporti me familjarët e një pacienti? Mesazhe vinë plot, vinë në kuptimin e fjalëve, vinë mesazhe në telefon, dikush edhe me kartolina, në lloje të ndryshme, pa diskutim. Qofse do veçoja ndonjë, nuk di se kë do thoja, por për shembull, satisfaksion të jashtëzakonshëm kam ndier t'ju përmend dy raste. Njëri viteve të fundit e tjetri ka ndodhur rreth 20 vjet përpara. Në atë kohë isha drejtori i spitalit, edhe sa kisha mbritur në shtëpi. Edhe bie telefoni nga kirurgu primar i Rojës, doktor Kristo ka qenë atë ditë, edhe më thot
duhet vish spital. Me Kristën bënim edhe ndonjë shaka, njërën të ishim edhe në aspektin miqësor shumë kështu, dhe i them, i marrë në qikë ton zyrtarë, si duhet vi unë, i thash, do më thëmë, po, tha, se nga ka ardhur një djalë, tha që ka një dëmtim qafta, e kemi qepur plagën, po ka hemoragjim. I thash, dakord me i thash, po, bëj një video, i thash, dhe dërgoj një skaner që të shikohet në qikë që të merrni vesh çfarë dëmtimi ishte. Dakord, do përpiqem, tha, po në qikë e vështirë. Dhe videon po ta nis me një herë, tha. Edhe as 1 minutë diçka e tillë, tha, videon ta nisa, tha, po në skaner nuk e çojmë dot sepse është e pamundur, tha, ka hemoragji. Dhe realisht ashtu ishte. Domethënë, në momentin që ata nxjerrin videon, shoh një plagë në qafë, që ishte e qepur, praktikisht e kishin vënë një qepje plagës, edhe gjaku shkonte 1 metër e ca lart. Okej, thash, po vi. Edhe zbres poshtë, marr makinën për të nisur. Unë banoj afër rrugës Kosovarëve, domethënë 30 metra distancë. Sa dal tek rruga e Kosovarëve, ishte ora rreth 5:30. Një stop total i trafikut. Domethënë e pamundur të lëvizje majtas djata asnjërin tjetër. Atëherë vendos kthehem mbrapa në ato 30-40 metra dhe marr motorin dhe ikim me motor. Kam mbritur çfarë kohë 20 minuta ndoshta ishte shumta. Shkoj gjej aty një hemoragji e madhe, gjak që dilen qafë dhe hym në operacion. Hym në operacion, zbulohet që ishte dëmtimi i arterës karotis interna. Karotisi është arteria kryesore që furnizon trurin me gjak, që duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Qafa është region i vështirë, duhet të jesh i kujdesshëm sepse jo vetëm mund mos rregullosh, por mund të dëmtosh në mënyrë të parekuperueshme, humbet pacientin. Për fat mirë arritëm ta ndalonim edhe ta korrigjonim. Të nesmen ideali doli nga situata, edhe sigurisht që kur erdhën familjarët nuk jetonin këtu. Domethënë Jati nuk jetonte këtu, ishte emigrant, erdhi mbas një 15 ditëve. Edhe tha të falenderoj, tha pa masta, sepse e ke bërë, tha, ndoshta unë s'do arrija dot ta shikoja djalin, pa diskutim, ishte merite juaja. E kishte marrë vesh sepse këtë historinë e lëvizjes, unë ja thash stafit edhe siç hyn ndonjëherë në komunikim, njerëzit me stafin kishin marrë vesh gjithë lëvizjen time, domethënë ardhin edhe njërin tjetrin. Dhe ngjelet emocion, jo vetëm se shpëtohet një fëmijë, një rast i vështirë, por dhe ajo që njerëzit, domethënë një është bërë pa dijenin, pa prezencën. Një rast tjetër, po prap shumë i bukur edhe i veçantë, ka qenë këtu ndoshta 25 vjet përpara. Ja vjen një dëmtim nga Korça. Ishte dëmtim armëzjarri, një predhe futur në bark. Edhe çojti smurin skaner për t'u parë. Shikohet skaneri, nuk ishte një eksperiencë e madhe e imazherisëve tanë atë kohë, sepse skaneret sapo kishin ardhur. Edhe dëmtimi ishte në anën e djathtë, në flank që e quajmë neve. Ndërkohë që na projektoi predha, do na tregonte hinë e zemrës. Dikush tha që është në zemër, dikush thoshte jo, po s'ka mundësi njërin tjetër. Gjithsesi ishte vetëm një vrim hyrje dhe ne s'mund të bënim gjë tjetër. U hap barku dhe gjendet që ishte dëmtimi i venës cava inferior. Vena cava inferior është vena kryesore që mbledh gjakun nga këmbët dhe pjesa e barkut, si më thënë, për ta çuar drejt zemrës. E riparuam shpejt pa probleme, pa gjë. Ishte një dëmtim i mezenterit që kaloi pa probleme. Dhe në kohën që po kërkoi tani për të gjetur predhën, po kërkoi sipër në zonën e diafragmës, pra muskuli që ndan kavitetin e barkut me gjoksin. Shikojmë, nuk po gjendej gjë, dëmtim nuk kishte. Atëherë automatikisht menduam që shiko predha ka lundruar, dhe ashtu kishte ndodhur realisht. Predha kishte lundruar nëpërmjet futur në venën cava inferior, lundruar me rrymën e gjakut dhe vendosur në zemër. Në zemër. Që u hap dhe zemra, u hoq predha dhe ai jeton për bukuri dhe sot e kësaj dite. Sigurisht që familjarët në këto raste ndjehen ata. Ja, shumë falenderues pa diskutim. Doktor, sa i lehtë është ta ekuilibrosh jetën tuaj si mjek edhe jetën si familjar, raportin me pacientët, pra si e keni këtë ekuilibër jetën tuaj, së pari për kohën e lirë dhe pastaj për elementet e tjera? Unë praktikisht e kam shumë intensive ditën, me thënë drejtën, do të thënë
pothuajse çdo ditë filloj aktivitetin mëngjes dhe e mbyll në darkë. Me familjen tani është bërë komode kjo gjë, sepse bashkëshortja është mjeke, po dhe fëmijët janë rritur dhe për fat ndjekin të dy mjekësinë, kështu që janë rritur ata me frymën e urgjencës, si më thonë, edhe ne kemi histori që ndoshta ndonjëherë duken njerëzit nuk i dinë, nuk i besojnë, se edhe ne nuk i themi dhe nuk reflektohen, po domethënë gjithë neve në mënyrën e tyre, në pozicionin e tyre sakrifikojmë. Domethënë edhe që unë të them këtu për shembull që kur donim dinim në fundjavë, si çdo dali çdo familje normale për një drek, për një darkë apo për dal nga qyteti për të shkuar diku një natë, njëra tjetër. Djali 6-7 vjeç edhe e lam që do dinim jashtë Tiranës, më thotë ba, nuk janë gatishmëri sot. Pra ishim mësuar me sistemin e gatishmërisë që shiko. Sakrificë e madhe që bëhet. Nuk hikim dot sepse unë jam gatishmëri dhe kur unë jam gatishmëri nuk hikim dot nga Tirana. Ose një tjetër rast shumë, domethënë ka atë satisfaksionin e vet, po është sakrificë jetë. Domethënë fund fare për neve është sakrificë jetë. Domethënë vajza kishte datëlindjen edhe ne kishim organizuar një banket me miq, me shok. Sa i sistemoj në tavolinë, pa filluar, telefonin më thonë që ka ardhur një plagosur në spital. Edhe ju them shokëve, i them shiko, unë duhet iki, juve vazhdoni, jepini njësoj si isha dhe unë, edhe i lash aty. Është sakrificë e madhe. Në raportin, le të themi të mirë kuptimit edhe të bashkëtesës familjare njëri dhe kjo gjë është zgjidhur ndërkohë, domethënë, por kur ti bën bilancin e jetës, ato filmat që shikojnë sidomos të rinjt e njërën tjetrën sot me mjekësinë kanë atë realitetin e tyre brenda, por është i bukur kur e shikon televizor, po ta jetosh dhe ta bësh vetë, nuk është më film, është jetë. Doktor, në raport me telefonin, para cili është personi i parë që merrni sa herë që jeni shqetësuar, doni të flisni me dikë? Shiko, unë për nga natyra jam i përmbajtur, domethënë në rast se ndodh diçka e njërin tjetrën mundohem që të mos më shqetësoj njëri në atë moment, sepse një bisedë telefoni sigurisht ngelet i bisedë telefoni dhe ndërkohë do më mirë vetë që mund të jemi stresuar, po do ja transmetoj stresin edhe personit tjetër që sigurisht është personi i dashur. Pra mundohem dhe e mbaj vetë. Unë edhe në operacion nuk flas, nuk bërtas, nuk ka. Edhe kur jam në situata të jetë vështira. Domethënë nuk ja reflektoj stafit ngarkesën time që mund të kem në zgjidhjen e rastit. Kështu që të njëjtën gjë aplikoj edhe në jetën e përditshme. E lë në kohë që ta diskutoj më mbrapa dhe për ta thënë çik natyrshëm problemin që mund të kem padur. Po në raport me pacientët, cili është raporti juaj me telefonin me pacientët? Ne dim të dy bashkë që pacientët marrin në çdo kohë, shkruajnë në çdo kohë për telefonin hyn tek ato probleme madhore të mjekëve në kohët që jetojmë. Cili është raporti juaj? Unë në telefon përgjigjem. Domethënë kur jam i lirë jashtë operacionit, jashtë vizitave, kështu përgjithsisht përgjigjem, sidomos mesazheve ju kthej përgjigje. Kështu që nuk është se ndjej ndonjë problem me atë. Telefoni, si çdo mjek, edhe që unë nuk pushon, njerëzit duhet ta kuptojnë që ne nuk jemi perpetuum mobile. Pra, edhe ne kemi orar pune, edhe ne kemi familje, edhe ne kemi ngarkesat dhe streset tona. Do ju them një gjë. Në tërmetin e 21 shtatorit, në darkë ishte lënë që kryeministri do vinte të vizitonte pacientët e spitalit dhe pastaj do ikte për mbledhjen në qeveri. Ndërkohë ndodhi një ngjarje me plagosje dhe vrasje dhe vi njerëz të alarmuar njërin tjetrën. U bën çik rrëmuj në spital, pavarësisht se aty ishte Garda e Republikës, ishte policia e shtetit, ishte kjo Ilirian Gardi që ruan spitalin. Pra u bë rrëmuj sepse kishte ngjarje tragjike. Dhe hikën, nuk kaloi ajo ditë, mbas 2-3 ditëve erdhën nga titullarët e ministrisë për të falenderuar stafin për qasjen, për sjelljen që në kuptimin u bë gjatë gjithë asaj ditës dhe ju thashë 21 shtatori për ne ishte një nxehtë. Edhe
dikush prej dorë shiko tha atë ditë tha çau bë atje tha me atë rrëmuin e kështu. I thash unë gjithmonë kam qenë, jo se kam qenur pro stafit edhe kur e ka gabim, por kam dashur gjithmonë që nëse më vinte një informacion për stafin ta verifikojnë radh parë. Dhe mbas verifikimit secilit marrë atë pjesën e vet. Por përgjithsisht duke që unë kisha një tendencë për të mbrojtur stafin. Edhe në atë moment ju them e kuptoni pse unë reagoj pozitivisht në mbrojtjet atyre njerëzve, sepse mund të kenë momente të caktuara ata që reagojnë jo adekuat me situatën apo me personin, por kanë një stres të vazhdueshëm këta njerëz, që e kanë nga një situatë siç ishte kjo, që ishte gjithë shteti edhe ngarkohesh. Pra ngarkohen njerëzit. Kështu që në këtë raport duhet kuptojnë njerëzit që edhe ne kemi ngarkesat, stresin ton, duhet të jenë të kujdesshëm sepse të shtunën dielën e kemi edhe neve me familjen, me njerëzit. Doktor, cili është qëllimi që i keni vendosur vetes si profesionist në profesionin tuaj? Çfarë qëllimi do doni të keni jetë dhe sigurisht si do doni të mbaheshin mend të njerëzit? Ecja me ritmin e kohës, për të mos ngelur mbrapa, sepse ndonjëherë kur ti mendon që ke arritur gjithçka në karrierë, në jetë, ashtu ndonjëherë kjo të mba ta ul ritmin, tempin, edhe nuk është problemi se nuk po ecën ti, problemi është që mund të kthesh pengesë për të tjerët. Kështu që duhet kesh dy synime, o të ecesh me ritmin, o të hapësh krahun për t'ia lënë dikujt tjetër që të eci me ritmin e duhur. Kështu që unë nuk kam vendosur që të hap krahun, po eci me ritmin e kohës. Doktor, ju më thatë që i keni të dy fëmijët në mjekësi. Po. Do doja të dija cila është ajo këshill që ju jep fëmijëve të tu vazhdimisht. Si çdo prind të jenë njerëz të mirë, qytetar të mirë, atë parë. E dyta të studojnë shumë, aq më tepër mjekësi, sepse është e vështirë, është e rëndë, është e gjatë, e lodhshme, po është jetike. Domethënë, nëse për ne është profesion, për të tjerët është jetë. Nëse për ne është mision, për të tjerët është gjithçka. Kështu që këto, në studimi ju kam thënë është ajo që ju jep vlerat një jetë, dia për të qenë të denjë në shoqëri, në punë, në gjithçka. Po, nëse do t'i drejtoheshim të rinjve dhe në tërësi të vendit tonë pjesës më të rëndësishme që ka shoqëria, si do të ishte mesazhi juaj si profesionist, si profesor, si njerëmi i karrierë të gjatë, që do i drejtoje të gjithë të rinjve që ndjekin këtë emision? Shiko, mesazhet mund të jepen në shumë lloj mënyrash. Unë nuk preferoj që të jap rekomandime, receta njëri tjetrit. Unë preferoj të jap shembull. Në rast se ti jep shembullin pozitiv të mirë, nuk kanë nevojë të rinjt për t'ju bërë atë anën morale, le të themi që duhet bëni kështu, duhet bëni ashtu. Sepse ata e ndjejnë vetë, ata janë më sigurisht që brezat vinë, avancojnë, kanë informacione më shumë. Kështu që atyre mjafton që ti t'ju reflektosh një shembull pozitiv dhe ata do marrin. Shiko, unë karrierën time profesionale jam bazuar në dy shtylla. Dhe jam bazuar fiks në bazë të profesorëve që kam patur. Do të thotë, nëse do merrja një shembull që unë karrierën time pozitive dhe e them që kjo ka qenë shtylla ime pozitive, ka qenë një nga mjekët më të mirë që kishte në atë kohë, edhe në këtë kohë. Sot aktualisht është presidenti i shoqatës angiologëve në Greqi, doktor Antoni Papagjeorgjiu. Pra, ai ka qenë një shtyllë shumë pozitive për mua, sikurse kisha edhe dikë tjetër që kisha si shtyllë negative, që thoya shiko, vetëm këto gjëra dhe si ky nuk do bëhem unë. Edhe jam përpjekur të jam si ky tjetër. Kështu që dhe të rinj dhe studentët do shohin, do bëjnë vetë atë shoqëritjen e gjës. Duket pasur një model të mirë të punës, shpresoj, edhe pa diskutim të çdo gjë që ju keni realizuar deri sot. Profesor, unë falenderoj shumë për bisedën e këndshme. Ne kemi ardhur në fund të emisionit. Ju falenderoj për kohën tuaj, ju falenderoj për mesazhet që ndam dhe sigurisht për rrëfimin e një karriere të plotë, pasur me një shërbim të padiskutuar në raport me pacientët. Faleminderit juve, suksese. Duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.